shikoni makinën si kolovitet, si kur të jetë traktor. Ja ta shikojmë me sa lartësi që ka nga toka dhe është e pamundur që të kaloj. Në një zonë mjaft të bukur agroturistike, me banor zemërbardh punëtor, por të harruar prej vitesh e vitesh. Këta këtu jetojnë pothuajse në skamje. Njerëzit e duan vendin e tyre, e duan punën, por këtu nuk ka rrugë. Dhe rruga ka bërë që ky vend të shpopullohet me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Kjo është zonë perr për nga natyra. Kjo është zonë që po të bëhet rruga, kam bindjen e plot që turistët vendas dhe të huaj do ta frekuentojnë, sepse resurset, kulinaria, gastronomia janë të pafundshme në llojshmërinë e tyre. Ja shikoni dhe shkruani. Kjo është zona, kjo është rruga e pakalueshme, ku edhe traktori e ka vështirë, po tjetë pa thik. Se me thik, normalisht do ta mbushi këto karanxhat që janë këtu. Në qoftë se do t'jem në foltoren e parlamentit, jo vetëm gropën e madhe, pratilën Lirazin e Placën, duke u kthyer nga Sharra Lëpusha Sopoti, por deri në Zavalin e lidhur me Elbasanin, do të mundsoj që rruga dhe vetëm rruga të bëhet që ky komunitet të shpëtoj njëherë e përgjithmonë. Ata djem dhe vajza që e duan shumë vendin e tyre, të gropës madhe dhe gjithë rrethinave, do të kthehen, do të investojnë dhe do të shijojnë të gjithë bukurinë natyrore që ka fal Perëndia, që e kanë rritë parë tanë dhe që e duan me aq dëshirë dhe vlerë ata që banojnë sot dhe ata që do ta trashëgojnë nesër. Zoti ju bekoft, i kërkoj pushtetit vendor që ta karikoj me çakull të rrugë, se janë banor dhe nuk janë kavje. Janë banor që jetojnë këtu dhe duan vendin e vet. Por e vërteta është që nga ikja e Ardian Zenelit, këtu s'është bërë as i punë. S'ka vënë askush dorë. Banorët këtë më thonë. Banorët kërkojnë vëmendjen e tyre, banorët kërkojnë të jetojnë si gjithë banorët e zonave të tjera ku shteti përpunon investime dhe i bën ato.